Betejë e Albulenës, kur shqiptarët fituan kundër perandorisë osmane. Viti 1457. Perandoria osmane kishte pushtuar thuajse gjithë Ballkanin, por një emër i vetëm, një burr nga Kruja, nuk pranoi të përkulet. Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Pas një periudhe të vështirë ku shumë nga aleatët e tij e kishin tradhtuar, sultani dërgoi një ushtri prej mbi 80.000 trupash nën komandën e një generali të ashpër, Isabeu. Por Skënderbeu kishte vetëm rreth 10.000 burra. Në vend që të përballej hapur, ai vendosi të luaj me durim. Për muaj të tërë fshihej në male, duke mos lejuar asnjë përballje të drejtpërdrejtë. Viti 1457. Perandoria osmane kishte pushtuar thuajse gjithë Ballkanin, por një emër i vetëm, një burr nga Kruja, nuk pranoi të përkulet. Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Pas një periudhe të vështirë ku shumë nga aleatët e tij e kishin tradhtuar, sultani dërgoi një ushtri prej mbi 80.000 trupash nën komandën e një generali të ashpër, Isabeu. Por Skënderbeu kishte vetëm rreth 10.000 burra. Në vend që të përballej hapur, ai vendosi të luaj me durim. Për muaj të tërë fshihej në male, duke mos lejuar asnjë përballje të